flasim për shëndetin hormonal të grave, e lidhim gjithmonë me simptomat, me ciklin e çrregullt, me dhimbjet menstruale, me infertilitetin, por shpesh harrojmë të futemi në gjenezën e problemit. Gjeneza është inflamacioni dhe inflamacioni në organizmin ton ushqehet nga disa faktorë të jashtëm. Është stresi, është gjendja e përgjithshme e jona, janë mendimet, janë njerëzit që na rrethojnë, por mbi të gjitha është ushqimi që ne ham. Ndaj, unë këtë episod kam vendosur t'ja dedikoj vetëm ushqyerjes dhe lidhjen që ajo ka me inflamacionin në organizëm. Ky episod nuk është vetëm për ty që ke PCOS dhe endometriozë, por ky episod është për ty që dëshiron të jetosh sa më gjatë, të kesh një jetë të shëndetshme dhe thjesht të ndihesh mirë, sepse ushqimi është baza e çdo gjëje. Ndaj, në këtë episod, unë kam ftuar një dietologe klinike për të ndarë këtë bisedë dhe për t'ju informuar sa më shumë në lidhje me këtë temë. Në këtë episod, unë kam të ftuar një dietologe klinike edhe biologe molekulare, e cila do të ndajë me ne të gjitha këshillat për të ndërtuar një mënyrë korekte të ushqyeri, që ju të keni një jetesë sa më të shëndetshme dhe të menaxhoni sa më mirë patologji si PCOS-ja, endometrioza, por edhe thjesht për të pasur një jetesë sa më të mirë. Jam shumë e lumtur që këtë episod ta ndaj sot me Hyrida Bashën. Mirë se erdhe Hyrida. Mirë se ju gjej. Jam shumë e lumtur që të kam në podcast. Këta që po na ndjekin nuk e din, por është hera e parë që ne po takohemi. Unë të kam ndjekur ty vetëm nëpërmjet Instagramit dhe ta kam thënë edhe jashtë kamerës, por realisht e kam vlerësuar shumë punën tënde, sepse ke një qasje shumë interesante për sa i përket të ushqyerit dhe doja që të ceknim disa nga këto pika edhe sot gjatë bisedës tonë. Unë kam lexuar një libër në verë që i gjithi rrotullohej rreth mitokondrisë dhe kur fillova të ndiqja aty në Instagram, ti i mëshoje kaq shumë mitokondrisë, e cila është motori i burimi i energjisë në qelizat tona. Ti i mëshoje kaq shumë dhe se si ajo lidhej me pjesën e të qenit sa më i shëndetshëm. Mund të na i shpjegosh pak këtë? Patjetër. Së pari kënaqësi që jam, po kënaqësia më e madhe nuk është vetëm se jam në një podcast, pasi për hir të eksperiencës dhe kohës dhe profesionit më është dashur të jem kudo, por ajo çfarë e bën më shumë interesante dhe më të madhe kënaqësinë për të qenë këtu është fakti që ke prekur një temë për të cilën flitet shumë por nuk thuhet asgjë. Dhe flitet ndonjëherë për atë majën e icebergut pa e ditur se çfarë betejë bën qeliza brenda për të shfaqur apo jo simptoma të endometriozës apo të ovarit policistik, dhe vërtet të falenderoj ju që më ftove, por që ke krijuar një emision, unë do ta quaja fare podcast, sepse është vërtet nëpërmjet e një emisioni informativ që pak e bëjnë. Unë ka një periudhë të gjatë që nuk dal në media, por jashtë çfarë mund të jetë regjistruar më herët dhe transmetohet sot, vetëm për faktin se nuk po thuhet më asnjë gjë. Po flitet kush është super ushqimi, ta ham limon apo ta ham portokalle, dhe ndërkohë nuk flitet për atë që vërtet duhet të flitet dhe është baza dhe është pikërisht qeliza. Kështu që përgëzime për këtë. Faleminderit shumë. Ndërkohë sa i takon mitokondrisë, të gjithë themi është termocentrali i energjisë, ndërkohë që nuk është vetëm kaq. Ajo çfarë ne dim nuk është vetëm prodhimi ne dim është vetëm prodhimi i energjisë, ajo çfarë ne nuk dim është një tërësi mekanizmash që mitokondria e vendos nëse do të ndodhin apo jo. Mitokondria së pari, për ta sqaruar dhe për ata të cilët ndoshta nuk e kanë të njohur si koncept, vetëm nga biologjia e klasës 8 ose gjimnazit, nëse e mbani mend fjalën mitokondri, ose nga biologjia molekulare e bërë me profesorë Shtefton që ai është trauma, ato jemi përpjekur ta harrojmë. Po ja që na u desh, atëherë na duke për çfarë kur do takohemi ndonjëherë me mitokondrin, sepse ende nuk ishim të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjësuar se aty ishte vërtet gjithë po themi e ndërtuar jeta. Është një organel shumë i vogël, i padukshëm nga ana mikroskopike, ose le të themi me sy të lirë përveç se me mikroskop,
por që përcakton një tërësi kaskadash reaksionesh. Për kuriozitet, ne trashëgojmë vetëm nga nëna, kështu që duhet jemi shumë mirënjohës natyrës dhe nënave, pasi është një ndër, si të themi, organelët që ndodhet thuajse në çdo qelizë, përjashto vetëm një që është ruaza e kuqe e gjakut. Pra çdo qelizë tjetër e përmban mitokondrin dhe nuk ka vetëm një. Mitokondrit janë të shumta në numër, pra nëse ne do flisnim për një mesatare, duhet të ishte 10 në fuqi të 40, ndoshta, numri i sasive në tërësi i mitokondrive. Çdo qelizë në varësi të funksionit që ka, hepatociti mund të ketë rreth 500 mitokondri për qelizë, një qelizë tjetër endokrine po ashtu, një qelizë e muskulit mund të ketë deri në 1000. Pra në varësi të kapacitetit, funksionit, energjisë që i duhet një qelizë për të funksionuar, aq edhe më i lartë është numri i mitokondrive. Por çfarë ndodh me këtë mitokondri dhe pse që nga kaq e rëndësishme? Nëse mitokondria do të ketë probleme, ajo është hallka kyçe e çdo zinxhiri tjetër, qoftë endokrin, qoftë metabolike të tjera më radhë. Është vendi si lidhet me PCOS. Po, është vendi ku realisht vendoset nëse do të kemi prodhim të energjisë, nëse do të kemi probleme hormonale, nëse do të bëhet metabolizimi i saktë i glukozës apo jo, apo i yndyrnave, ka apo jo mundësi trupi të metabolizoj makro të tjerë dhe pa diskutim nëse do të prodhohet apo jo stres oksidativ. Si është ADN-ja nëse mitokondria nuk është në rregull, si është mikrobiota intestinale nëse jo. Dhe ajo çfarë lidh pikërisht me PCOS-in apo endometriozën për cilin po flasim, është pikërisht kontrolli i insulinës dhe kontrolli i glukozës. Pra kur ne flasim për insulinë, thjesht nënkuptojmë një hormon i cili 30 minuta mbas ushqimit prodhohet nga pankreasi për të stabilizuar nivelin e sheqerit në gjak, ndërkohë që jo, tek gratë ose vajzat të cilat vuajnë nga këto dy sindrom që ne përmendëm, është një sinjalizues hormonal i fuqishëm që vën në funksion gjithë situatën. Është proinflamatore nëse. Absolutisht, dhe në momentin kur ne kemi një prodhim të lartë të insulinës, ndoshta mbi vlerat reale ose kërkesat reale që trupi ka, atëherë prodhohet një tjetër feedback që mbetet ajo që ne i themi mungesa e përgjigjes së qelizave të mërçisë ose ndryshe insulinë rezistenca. Çfarë ndodh? Në këtë rast, unë edhe studentëve kështu ja shpjegoj. Insulina të merr në telefon, e merr mërçin në telefon, por ajo nuk përgjigjet dhe vazhdon i bie telefonit insulina. Por çfarë ndodh? Sa më shumë ti bie telefonit insulina, aq më shumë është duke u prodhuar. Por në të njëjtën kohë gjëndrat adrenale nuk qëndrojnë të heshtura. Ato fillojnë të prodhojnë kortizolin, që nga ana tjetër është një rritës shumë i mirë i inflamacionit, që nuk është në favorin tonë. Hormoni stresi. Problemi qëndron që inflamacion e kemi gjatë gjithë kohës. Problemi qëndron sa kronik është ai, apo është akut, apo është aty domethënë në heshtje. Dhe në momentin që ne kemi probleme me inflamacionin, pra kur inflamacioni është në heshtje dhe është kronik, do të thotë që ne kemi një vatër e cila duhet trajtuar. Ajo çfarë ndodh zakonisht me mjekësinë apo edhe mënyrën se si trajtohet është fakti se ne trajtojmë ato që është në sipërfaqe, ne trajtojmë simptomat, por në fakt nuk trajtohet burimi. Simptomat nëpërmjet një PCR-i ne shikojmë që proteinët C reaktive ne shikojmë që kemi inflamacion. Dhe ti merr një antiinflamator, dietat antiinflamatore, keto, do lloj soi që ne do të diskutojmë sot. Por sa efektive është në të vërtetë që ne të mbulojmë sipërfaqen? Dhe unë gjithmonë e kam sjell në formën e një shembulli që ndoshta duket banal, por nuk është i tillë. Pra ne kemi një vatër, një puset që kemi vënë një kapak nëpërmjet antiinflamatorëve. Askush këtu nuk bën interleukinën 6. Dhe nëse ne nuk bëjmë interleukinën 6, ne nuk e kemi kuptuar nëse inflamacioni është zhdukur apo jo. Ne marrim antiinflamatorët, PCR-ja dhe pas kemi mbaruar punë. Ndërkohë për një kohë shumë të shkurtër, rishfaqet po e njëjta gjë. Do të thotë që kjo vatra ende nuk është shuar. Dhe shuhet vetëm nëse ne trajtojmë antiinflamatorë të fuqishëm duke parë dhe vlerat e interleukinës 6. Dhe çfarë bëhet tjetër gabim është se kuptohet sikur një vajzë ka PCOS dhe si rrjedhim do të ketë dhe insulin rezistencë. Në fakt në këtë rast është insulin rezistenca që mund të na çojë në PCOS, sepse PCOS-i nuk duhet parë vetëm si aspekt ginekologjik, po as vetëm si aspekt endokrin. Dhe ndonjëherë këto dy shkenca kanë gjithmonë debat me njëra tjetrën dhe kush është mjeku që duhet ta trajtojë. Nuk ka një mjek që duhet ta trajtojë. Ka një multidisiplinë që duhet ta trajtojë. Duhet edhe një dietolog. Duhet dietologu, duhet psikologu, duhet dermatologu, duhet të gjithë, duhet biologu molekular. Pra, ndoshta sistemi në Shqipëri, unë nuk e di apo zgjedhjet që kanë bërë vetë mjekët bëjnë një ndarje në pjesë të trupit të njeriut. Po njeriu është një sistem.
dhe si i tillë do duhet të trajtohet, sepse ne po flasim për PCOS-in që logjikisht gjendet vezore, ndërkohë po përmendim pankreasin, ndërkohë po përmendim neurotransmetues që lidhen shumë me trupin, po përmendim dhe mikrobiotën intestinale. Pse duhet ta përmendim ne mikrobiotën? Se në fund të ditës këto ushqimet inflamatore. Do shkojmë pak më vonë. Okej, po e lë. Po, do shkojmë pak më vonë. A ndihmon ushqimi në përmirësimin e funksionit të qelisave? Nëse do isha një nutricioniste trend, do thosha po kemi superfoodsat, kemi faraçia, kemi ushqimi në mënyrë të drejtë, jo fiks në këtë mënyrën shablon, ndoshta që është mësuar të Po, atëherë, shiko, trupi jon nuk njeh modelet që ne ndërtojmë. Pra trupi jon, edhe aq më pak endometrioza dhe PCOS-i nuk i përgjigjen fare modelit të pjatës Instagramit, por i përgjigjen krononutricionit. Pra është një shkencë shumë e re e cila lidhet me oraret e duhura për të konsumuar ushqim dhe me kombinimet e duhura. Një pjesë e mirë e njerëzve shmangin karbohidratet, shmangin glutenin, shmangin 1001 makro të tjerë, duke harruar se në fakt trupi nuk e njeh pjatën ashtu siç ne e shohim, por e njeh në varësi të çfarë ofron kjo pjatë për këtë organizmin ton. Pra, a ka aty mjaftueshëm fibra? Cilat lloje fibrë? Jo çdo fibër është mik për ne. A ka aty antioksidant? Po cilët? A janë të gjithë të rëndësishëm? A ka aty mjaftueshëm karbohidrate të cilave duhet të ndërrojmë rolin? Pra ne marrim ndonjëherë karbohidratin si zëvendësues emocional, pra mbushim emocionet tona. E marrim karbohidratin sepse na duhet më shumë energji, apo e marrim karbohidratin sepse kështu kemi dëgjuar. Jo, ti duhet të marrësh karbohidratin e dur, integral, drithin që ty të përket dhe pa diskutim me gluten, pa gluten, këtë do ta diskutojmë përsëri më vonë, por në varësi të gjendjes tënde. Pse ndodh që 2 gra me të njëjtën simptom, me të njëjtën moshë, me të njëjtat kushte, me të njëjtën terapi, njëra reagon mirë, tjetra nuk reagon fare ose ndoshta reagon dhe më keq. Sepse çdo trup ka historikun e vet metabolik, sepse çdo trup ka një hartë të vetën të mikrobiomës, sepse çdo trup ka një historik, një anamnezë tjetër, dhe kështu që ti nuk mundesh të bësh si është shpreha one size for all, ti nuk mund ta bësh dot këtë gjë me terapit. Nëse ti nuk njeh mjaftueshëm si është ditari ushqimor, si është rutina ushqimore, a ka terapi bashkëshoqëruese të tjera më radh, ti nuk thua dot që po ka një dietë që përmirëson. Por ama, pa diskutim, që ushqimi është thelbësor përpara çdo trajtimi tjetër, sepse ne e dimë shumë mirë që një pjesë e mirë e vitaminave treten në ndyra, një pjesë tjetër në ujë, shumë antioksidant bashkëveprojnë, pra nuk është shumë e rëndësishme sa karbohidrat, sa protein, sa yndyrë kemi, por sa kofaktor enzimatik ne kemi aty. Pra ne funksionojmë në varësi të dëshirës, në thonjza të enzimave. Pra duan të punojnë, s'duan të punojnë, janë efektive apo jo. Dhe te gratë të cilët kanë probleme me PCOS-in dhe ovarin policistik apo endometriozën apo çdo lloj niveli tjetër, po themi të ginekologjisë apo hormonal, pa diskutim nuk është se këto vajza nuk e kanë mitokondrin, pra nuk kanë mitokondri. Ideja është që mitokondria e tyre është duke funksionuar nën stres të vazhdueshëm. Dhe në këtë rast nuk është duke prodhuar energji, por duke prodhuar stres kronik ose po themi një energji pa cilësi. Dhe pa diskutim që ti të nxisësh dhe të prodhosh, ti bësh boost kësaj energjie që ne po kërkojmë dhe në fund ditës mitokondria e ka për rol kryesor, çfarë duhet bësh? Të pasurosh pjatën tënde me të gjitha elementët, por kryesisht me minerale dhe vitamina dhe kofaktor të rëndësishëm për prodhimin e energjisë, por edhe të gjithë rrjedhës së këtyre zinxhirëve metabolik. Themi ne metabolizmi, asnjëri nuk e shpjegon çfarë është metabolizmi. A duket sikur metabolizmi është vetëm çështje kalorish? Jo, nuk është çështje kalorish, ndaj kur flasim për ushqim, të lutem ta largojmë kalorin nga fjalori. Ti e përmblodhe shumë bukur rolin që ka insulin rezistenca, le të themi si një zjarr që qëndron i ndezur gjatë gjithë kohës dhe krijon atë inflamacionin kronik në organizëm dhe ndoshta ky metabolizmi i keq i sheqerit që ti themi në fjalë më të thjeshta është ndoshta dhe baza e të gjitha këtyre problematikave hormonale që dhe jo vetëm hormonale është më e pakta, po më vonë janë sëmundjet tumorale, sëmundjet nervore, degenerative, pra sepse sheqeri është kudo dhe receptor për insulinën ka kudo në çdo cep të trupit ton. Ka ushqime të cilat e kuptova që nuk do që t'i referohemi shumë ushqimeve të caktuara, por do ta shpjegoj edhe pse. Por ata që po na dëgjojnë do duan që të marrin diçka të prekshme, reale,
edhe praktike, le të themi. Kështu që unë do përpiqem të bëj pyetjet që mendoj se do duan dhe do kenë edhe ata që na dëgjojnë, por patjetër që mund ta çojmë bisedën sigurisht edhe në anën shkencore dhe bazat që duhet të themi. Por nga ana praktike, cilat janë disa ushqime të cilat ndikojnë keq në menaxhimin e insulinës, le të themi, ose që e dëmtojnë një balancë të mirë sheqeri në organizëm? Po, përpara se të vija këtu, pata një telefonat nga një paciente shumë e vjetër e imja. Edhe më tha, edhe po që është dhe tha, më kujtohet Hyrida kur më ke bërë dietën, thashta, po kjo është në rregull, do shëndoshem apo do dobësohem. Pra, ne kemi krijuar ca koncepte të gabuara dhe prandaj unë nuk i referohem ushqimeve fikse, sepse njerëzit e marrin model këtë që unë them. Po. Dhe e veprojnë. Po. Dhe sigurisht që unë kur ta jap si model, së pari duhet të di çfarë të them dhe të mbaj përgjegjësi për atë gjë që them. Dhe ideja është që njerëzit fillojnë eliminojnë karbohidratet, proteinën, këtë se e dëgjoj nga Hyrida, nga anta, nga një tjetër. Dhe kur flasim për çfarë duhet të eliminojmë dhe çfarë duhet të konsumojmë, nuk është fare nevojë të dëgjosh Hyridën, sepse ti duhet të dëgjosh trupin tënd. Dhe ti duhet hedhësh syt në natyrë. Dhe nëse ti në natyrë gjen një karamele të mbjellë, do të thotë që është për ty. Por nëse ti nuk e gjen, do të thotë që s'është për ty. Dhe i njëjti mëngjes që mund të jetë shumë i ekuilibruar, ty mund të rrisi nivelin e sheqerit në gjak, por mua është normal. Ai qumshti me laktozë, por mua është normal, për ty jo. Pse? Sepse ti duhet të dëgjosh trupin tënd çfarë po thon zorët e tua. Pra, ne kemi demonizuar karbohidratin dhe glutenin. Unë dëgjoj njerëz po bëj dietë pa gluten të dobësohem, unë çmendem kur e dëgjoj. Po, edhe mua. Që nuk ka lidhje, nuk ka lidhje, por dalin dhe mjek, dalin dhe dietolog që e thon këtë. Hiqni glutenin, dieta pa gluten, kaq lek bën oferta, detoksi. Dhe në momentin që unë dëgjoj këtë, më bën të them që unë nuk jam ndryshe. Unë jam e vërteta dhe vërteta është kjo, dëgjoj trupin tënd. Për sa kohë në sinën e dimrit nuk ka bostan, nuk ka qershi, për çfarë shkon ta blesh? Trupi jot në atë kohë ka nevojë për të tjera element që i ka natyra. Prandaj kilometri zero gjithmonë, pra brenda rrethit lokalitetit dhe ushqimet e sezonit. Këto janë ushqimet që na duhen. Ato që s'na duhen janë në vitrina. Po si ndërtohet një vakt i mirë balancuar? Çfarë duhet të kemi parasysh? Patjetër jo one size fits all, por çfarë duhet kemi parasysh për një vakt të mirë balancuar? Një vakt i balancuar do të thotë që aty të jenë të gjitha makrot e nevojshme, por kuptohet në një raport të caktuar. Pra nëse pjata është në formën e një rrethi, le ta ndajmë mirë në gjysmë dhe gjysmën në 2 gjysma të vogla. Në pjesën më të madhe të pjatës gjithmonë vendosen karbohidratet, të cilat thashmë përpara janë demonizuar, por në fakt nuk ka përse, sepse nëse ne dim të zgjedhim drithrat integral, pa diskutim që kemi marr fibrat, kemi marr acid folik, kemi marr vitamina B12, kemi marr mjaftueshëm element që jo vetëm e ndihmojnë trupin tonë dhe na japin energji etj, por ndihmojnë dhe këto hormonet. Cilat drithra do preferoje ti për shembull? Bollgur, amaranth, orizikaf, makaronat integrale, makaronat që mund bëhen nga bishtajat, por që mund të kenë pak miell, pra jo pa gluten, nuk është e nevojshme pa gluten. Nëse nuk je gluten intolerant, nuk ke pse ta bësh atë. Absolut, edhe nëse jemi gluten intolerant, varet si e kemi sepse shkojmë bëjmë me disa mjete që nuk janë fare të validuar shkencërisht, ndoshta mund të jenë më të mirat, por për sa kohë shkenca nuk i validon, unë nuk mund t'i pranoj, por mund të bëhen nëpërmjet testit të transglutaminazave dhe të tjera imunoglobulinës etj me radhë. Në karbohidrat përsëri fusim frutat, që mbajnë sasi të konsiderueshme të fruktozës, vërtet është një sheqer, por është sheqer natyral, që në shumë bukur mund ta ulim përthithjen e tij nëpërmjet shtimit të frutave arrore, që njëkohësisht marrim edhe proteinë, marrim dhe acidin yndyror etj me radhë. Dhe kur flasim për acidin yndyror, shumë e rëndësishme omega 3-shi, po jo patjetër ta marrim me kapsula. Sikundër dhe është e nevojshme të merret në rastet nevojitet, por gjithmonë baza mbetet ushqimi, po janë edhe perimet gjithmonë të sezonit. Dhe pa diskutim, sallatrat duhet të jenë me shumë ngjyra. Ndonjëherë kur më thon çfarë sallate të bëhem hap frigoriferin, e sigurt që do të gjesh gjithë ngjyrat që të duhen për të. Çfarë duhet ketë tjetër pjata është proteina, që mund të jetë në formën e bulmetit, nëse nuk kemi laktozë intolerant, mund të jetë mish, peshk, pulp dhe gjithmonë kjo dhe në varësi të
të frekuencave javore të rekomanduara që për secilin është ndryshe pavarësisht një rregulli të përgjithshëm dhe duhet jenë edhe yndyrnat e shëndetshme që mund të ishin marrë nëpërmjet peshkut nëse e kishim si protein, por mund të jenë nëpërmjet vajit ullirit vet, edhe frutave arrore që unë përmenda që mund vendosen nëpër sallatë. Dhe çfarë duhet të ketë një pjatë ose një drekë apo një darkë, kjo është gjithmonë në varësi të mënyrës se si ti e ndërton regjimin tënd ushqimor, por mbi të gjitha shumë e rëndësishme është të krijohet një orar i përcaktuar. Po, këtë doja të pyesja, sa shpesh duhet të ushqehemi ne që kemi insulin rezistencë, sepse unë për shembull te vetja kam vënë re që kur unë ha shumë shpesh. Unë ha çdo 3-4 orë ha diçka, sepse më ndihmon, e kam vënë re që më mban një lloj energjie stabil dhe kam kuptuar që nuk është se e kam matur nivelet e sheqerit, por mendoj se i kam më stabil nëse unë ushqehem pak më shpesh me sasi më të vogla, por ha më shpesh dhe ndihem më mirë kur i mbyll vaktet dikur e thorës 7:30 në darkë. Këtë këshilloj gjithmonë dhe pacientët të hanë përpara orës 8, edhe mos të hanë shumë përpara gjumit, dhe gjithashtu mëngjesin ta konsumojnë gjithmonë, sepse të paktën me sa kam lexuar unë, por ti mund të na qartësosh, është vakti më i rëndësishëm i ditës për të dhënë, le të themi, atë udhëzimin kryesor trupit ton për të patur një sheqer të balancuar për gjatë ditës. A është e vërtet që duhet të ushqehemi pak më shpesh ne që kemi insulin rezistencë por me vakte më të vogla dhe të ham në një dritare të caktuar pa bërë atë fastingun ekstrem? Sepse unë kam lexuar dhe këtë që trupi jon e bën fastingun natyral gjatë gjumit. Dhe është ajo koha që i duhet për të rigjeneruar plotësisht kur ne rrim 8 orë pa ngrënë, nëse bëjmë një gjumë mesatar prej 8 orësh në ditë, dhe që nuk kemi nevojë ta fusim në aq stres për të bërë ato fasting ekstreme, për të ndonjur 12 orë pa ngrënë, edhe nuk e di, më thuaj diçka për këtë se jam dhe unë dua të di më shumë. Po, patjetër, shikoj, gjithë sekreti i insulin rezistencës është as të mos e rrisësh në kufi ekstrem, as të mos e ulësh në kufi ekstrem. Dhe kjo ushqyerja kështu pak edhe shpesh është ushqyerje inteligjente. Pra, si e thash unë, mitokondria vërtet konsiderohet si qendër e prodhimit të energjisë, por në fakt është qendra më inteligjente e gjithë organizmit, sepse varet shumë dhe nga kjo mënyrë inteligjente të ngrënit. Pra, ti nëse ha shpesh nga pak, je duke mbajtur stabil dhe prodhimin e insulinës, por ndërkohë dhe funksionet e tjera që varen nga kjo mënyrë të ushqyerit. Dhe prandaj përmenda që parë një shkencë të re që quhet krononutricioni. Pra është orari i sakt, ose po themi pak a shumë intervale të sakta kohore kur ne duhet të konsumojmë ushqimin. Dhe nuk duhet parë ushqyerja si thjesht një burim energjie. Pra kur ne konsumojmë mëngjesin, qëllimi nuk është vetëm të zgjojmë metabolizmin, se këtë gjë, e ha mëngjes që të zgjojmë metabolizmin, të gjithë këtë flasin. Okej, dakor, ti e zgjon, po pastaj me çfarë ta zgjojmë? Se ti e zgjon edhe me një kek. E me një kafe, e me kudiu me çdo lloj gjë tjetër. Problemi qëndron që për çfarë po e përgatit ti mëngjesin? Pra ti po përgatit një mëngjes që të mbaj ulur nivelin e insulinës në gjak, pra nivelin e prodhimit të insulinës në gjak, rregullimin e glukozës, të mos rrisësh kortizolin, të rrisësh nivelin e antioksidantëve, të marrësh sa më shumë energji nëpërmjet ushqimeve të cilat ofrojnë vërtet burim, jo ushqime të cilat janë energjike. Si të ngjante një mëngjes i mirë për ty? Çdo gjë do ishte mëngjes i mirë. Kuptohet, kur flas çdo gjë, nuk kuptoj ushqime të cilat janë të pakëshillueshme. Pra, gjithë përpiqen të bëjnë një mëngjes me boronica, kosi bardh, kjo e zeza, jo, ajo është për Instagram, ato e bën një bloger. Një individ që do të kujdeset për ushqimin, kujdeset cilësinë e gjërave që po vendos aty. Dhe kur them çdo gjë, që tek një fetbuk me gjizë me pak vaj ulliri, që tek një omlet e shoqëruar me bukë, e shoqëruar me kastraveca apo domate, që një kos me drithra të ndryshëm, pra çdo gjë trahana, sepse është një ferment shumë i rëndësishëm, kështu që ajo çfarë bëhet gabimisht në insulin rezistencë është pikërisht kjo, i vendosin njerëzit në fasting.
realisht unë gjithmonë kam dalë kundër, por nuk jam kundër shkencës as të fasting, as të ketogjenezës. Unë jam kundër mënyrës se si këto mjete përdoren për një qëllim i cili nuk justifikohet. Patjetër mund të jenë mundësi shumë të mira për të ulur nivelin e sheqerit në gjak dhe për të dobësuar, dhe ky është euforia më e madhe që i japin pacientëve që po do dobësohesh dhe kur dobësohesh ti je dietologu më i mirë apo je mjeku më i mirë, dhe për mua jo, je i dështuar, sepse ti nëse nuk e respektuar metabolizmin e atij individi dhe thjesht e ke dobësuar, ke bërë një punë sipërfaqësore. Pra, nëse një individ është dobësuar sepse aty ka restriktim të kalorive, por nuk ka respektim fare të rregullave metabolik. Dhe në këtë moment ti do t'i kthesh një rebound shumë të fortë të gjitha proceseve. Do të kesh probleme hormonale më vonë. Edhe atëherë kur ti të mbyllësh telefonin, se s'përgjigjesh dot më këtij reboundit të trupit, atëherë çfarë do të bëj pacienti? Ti do të bësh një cëmur dy fish. Dhe prandaj nuk e rekomandoj keton apo fasting në raste të tilla. Rënja në peshë në insulin rezistencë nuk është arritja më e madhe. Është balanca hormonale dhe ushqyerja e vetëdijshme, komunikimi truzor. Nëse ti nuk e arritur që pacientit të t'i ofrosh mundësinë për të pasur komunikim truzor, ti nuk e bër asnjë gjë. Sepse pacienti nuk do rri me ty gjithkohës. Dhe arritja më e madhe jote është të shkëputet nga ty, mundësisht që pas muajit të tretë. Ai quhet edukim. Dhe pastaj darka, mos ha darkën. Kush ka thënë që në darkë trupi shton më shumë peshë? Po, eduko që kjo darka të jetë për të përgatitur prodhimin e melatoninës, për të ulur nivelin e kortizolit, të jetë një ushqim i cili nuk nxit energji, por jo ta lësh pa ushqim. Kush tha që mbas orës 6 trupi shton dhjam? Kush tha që ai ujë me uthull duhet pirë që mëngjes atëre, janë ca mekanizma që janë gjatë gjithë jetës tonë, adipogeneza do mbaroj kur ne të humbasim jetën. Prodhimi i kolesterolit do jetë gjithë jetën. Domethënë, ne tentojmë të ulim kolesterolin, na ka nevojë reale. Të mos e harrojmë që është kryesori për të mbrojtur trupin. Po edhe në prodhimin e hormoneve. Absolut. Prandaj edhe për të mbrojtur trupin, pra për të mos e zgjatur shumë. Kështu që prandaj themi që duhet jemi të kujdesshëm në atë që flasim dhe të mos japim rregulla fikse, të dalun të them unë ha këtë në mëngjes, unë e kush jam unë për trupin tënd? Po te dieta antiinflamatore beson? Shiko, Po, e qartë. Dieta antiinflamatore është një regjim i balancuar, që respekton statusin tënd biokimik, mikrobiotën tënde intestinale. Nëse unë nuk di shëndetin tënd të zorës, çfarë diete antiinflamatore do të jap? Për çfarë po e jap? Dietë antiinflamatore ti e di, hiq picat, hiq junk food, hiq këtë, hiq atë, ti e kupton që kjo është dietë antiinflamatore dhe ajo është funditës. Por ama në çfarë frekuencë duhet? A ke ti nevojë për ta shoqëruar me diçka tjetër? A ka një enzim që i mungon trupit tënd? A ka një bakter që është mbi prodhuar? A ka një koloni që është nën vlera? Çfarë kolonish janë aty apo nuk janë? A është diversiteti në rregull? Nëse nuk dim këtë, një pjesë e mirë e lipopolisacarideve do na futen prapë në gjak. Pra nëse unë nuk e di, nëse shtresa jote e zorës është e saktë, nëse pse pyesim gjatë një interviste me pacientin jashtëqitja, kur e ke fryrjen e zorëve, kur e ke këtë, se ka njerëz të cilët bëjnë dieta shumë të shëndetshme, përsëri janë të lodhur, përsëri janë të fryrë, përsëri nuk humbasin peshë. Çfarë është kjo? Është një rezistencë. Pra trupi ty po të thret për të parë diçka shumë më thellë sa e ke parë ti. Kështu që dieta antiinflamatore ekziston absolutisht. Në Shqipëri këto enzimat, mikrobiota e zorëve? Bëhen. Kështu që ekziston dieta antiinflamatore dhe vazhdoj të them kilometri zero dhe lokale. Pra kjo është dieta antiinflamatore, mjafton të heqim ato që realisht e inflamojnë, por të mos harrojmë. Ndoshta për dikë që mund të më ke dëgjuar shpesh do thotë po kjo ngeli duke thënë këtë, por nuk do lodhem dhe as nuk bezdisem duke thënë që dieta nuk është fare ushqim. Pra nëse ti do më pyesësh mua po çfarë është dieta, ushqimin unë do të kisha thënë të fundit. Sepse dieta është me këporri. Çfarë po dëgjon? Si e përballon ti një situatë? Çfarë mendimesh ke ti? Sa herë ja shit ti? Si e ke gjumin ti? Sa ujë pi ti? Sa shkon ti në palestër apo bën aktivitet fizik? Ushqimi është në fund. Ama, ashtu si piramida ushqimore, që e ka në fund karbohidratin, mbi të ngrihet e gjitha. Ne përmendëm pak rolin e proteinave, yndyrnave të mira, por ti thej që jo të gjitha fibrat janë të mira.
Mund ta elaborosh pak të? Patjetër. Edhe madje edhe tani së fundmi nxora një postim. Sepse më faqe të ndërpres, fibrat janë të lidhura ngushtësisht me shëndetin e zorës. Dhe zora është e lidhur sërish ngushtësisht me shëndetin hormonal, sepse nëse ne nuk e kam përmendur edhe në një episod tjetër, nëse ne nuk kemi një jashtëshitje të rregullt, nuk nxjerrim jashtë pricën e estrogjenit, ai rikthehet sërish në organizëm dhe për ne që kemi problematika hormonale, bën dhe krijon atë që quhet estrogen dominancë më vonë. Kështu që fibrat janë elementi i dietës tonë ushqimore që na ndihmon në të paturit një jashtëshitje më të shëndetshme. Kështu që a ka dhe fibra të pashëndetshme? Unë këtë e mësova tani. Nga ky podcast kam mësuar shumë, kështu që më tregon shumë. Faleminderit. Dëgjoj, kjo çështja e qëndrimit të feçës gjatë në organizëm, patjetër që është një ndër burimet kyçe për ta dëmtuar edhe mitokondrin. Pra ti përmende një moment se dominanca e estrogenit, pra është një dëmtim i ekuilibrit progesteron estrogen mbi të cilin neve, po themi vajzat gratë jetojnë, sepse estrogeni nuk është vetëm hormoni seksual, është një tërësi funksionesh lidhur edhe me leptinën që është hormoni i urisë. Dhe po ku ndodh kjo? Kjo ndodh prapë mitokondri. Pra kudo që të shkojmë ne po flasim prapë kthehemi në qeliz. Pra aty ku vërtet bëhet një betejë shumë e madhe. Pra kjo mitokondria është aq inteligjente sa kupton nëse një qeliz është duke jetuar për mbijetesë, pra duke ekzistuar për mbijetesë apo për riparim. Dhe nëse do jetonte për riparim, do të thotë që ne po i japim proteina cilësore, po i japim fibra cilësore, po nuk ka fibra të këqija, unë do ta shpjegoj këtë, por të qëndroj pak te kjo se e kam shumë të rëndësishme, madje një ndër masterclasset e mia e kam konsideruar ja kam dedikuar pikërisht estrogenit dhe e kam quajtur si dirigjenti i orkestrës femërore. Dhe pikërisht në mitokondri ndodh prapë. Pra, ajo çfarë duhet të kuptojmë është se çfarëdo veprimi që të ndërmarrim, qoftë me ushqyerjen apo qoftë edhe me çfarë mendojmë, duhet t'i kthehemi përsëri kësaj mitokondrisë. Qëndrimi gjatë i feçës është sepse zora aftësi çfarë ka? Të thith, sepse ai është roli i saj. Por sa më gjatë qëndroj aty, aq më shumë do të marr toksina, të cilat i kthen në gjak dhe gjaku pastaj çojnë përcjell kudo deri brenda tek ajo qendra inteligjente që ne tham dhe aty dëmtojmë mRNA-n, pra RNA-n mitokondriale, e cila do na arriti nivelin e radikalëve të lirë dhe kjo pastaj bën gjithë këtë kaskadën dhe futet në një, si të them, në një proces inflamator që trupi nuk di ta fiki më derisa ti të vetëdijsohesh. Gjithçka rikuperohet në tru. Ne kishim dëgjuar deri më parë që sëmundjet neurodegenerative nuk bëjnë regres etj, përkundrazi. Por tani kemi ato new pathways që janë linja të reja neurologjike që absolutisht. Po si ndodh kjo? Kjo ndodh kur ti ke zorrën e shëndetshme. Edhe në një podcast tjetër un kam thënë që ne mendojmë nëpërmjet zorrës, por nuk ishte por nuk ishte thelbi i domethënë zorra ka një tru. Po çfarë ne kuptojmë me këtë? Ne mendojmë nëpërmjet zorrës, pra mendimet vijnë nga zorra. Zorra ka një fuqi të jashtëzakonshme për të prodhuar serotoninën, që është neurotransmetues, pra nëse flasim nga ana kimike, por ka rol hormonal. Çfarë na bën ne serotonina? Vetëm na lumturon? Jo. Vën në funksion shumë mekanizma të tjerë, pra shumë procese të tjera. Por nga ana tjetër çfarë bën? Prodhon gati 90% të imunitetit. Po nëse një zorrë është e dëmtuar, a mundet do të kesh imunitet? Dhe këtë unë nuk e kam se ne dietologët jemi imun. Domethënë unë këto 3 ditë kam kaluar viroz. Po unë e di që e kam lënë veten ta kaloj virozën. Si e kam lënë? Nuk jam kujdesur mjaftueshëm për shëndetin tim, qoftë edhe atë emocional. Po pse? Po sepse kjo zora ime ndoshta nuk i ka marrë mjaftueshëm këto fibrat, apo këto proteinat, apo këto elementet e tjerë, këto kofaktorë që më duhet mua ta prodhoj energjinë. Dhe çfarë bëjmë në këtë rast? Fillojmë të zgjedhim. Fibrat 2 janë. Ose le të themi çfarë janë fibrat, i themi njerëz, çfarë janë fibrat, njerëzit mendojnë se do ta gjejnë kështu në dyqan. Kivi, po. Fibrat janë nën produkt të karbohidrateve, praktikisht. Dhe konsiderojnë si jo ushqim ose le të themi jo makro, sepse nuk prodhojnë kalori, pra nuk japin kalori. Nëse nga zbërthimi i makronutrientëve, karbohidrat, protein, yndyrë ne marrim 4 dhe 9 kalori për gram, tek fibrat ne marrim 20 kalori për gram. Po 30 gram fibra që na duhen në ditë me 20 kalori që ofrojnë janë gati 60, gati të papërfillshme as për të shtuar as për të rënë nga pesha, edhe pse rënja nga pesha nuk lidhet me kalorazhin, për mua fjala kalori duhet
direkt në kosh. Për 1000 arsye, jo në kontekstin primar. Po. Fibrat janë të tretshme dhe të patretshme. Fibrat e tretshme nënkuptojnë ato të cilat jo se treten vetë, por kanë aftësi të thithin ujin, pra të absorbojnë ujin nga ushqimet. Ndërkohë fibrat e patretshme nuk e kanë këtë aftësi. Çfarë bën njerëzit? Kryesisht marrin ushqim si tipit biskota integrale. Vetëm bukë thekre. Pra ushqime të thata që përmbajnë sasitë e larta të fibrave. Po këto e irritojnë edhe më shumë zorën. Nëse ti nuk përpiqesh që të marrësh fibra nëpërmjet perimeve, nëpërmjet frutave, nëpërmjet frutave arore, nëpërmjet probiotikëve, si kundër është një kumbull e thatë, po edhe një kivi, po një hurmë arabe etj. Pse këto? Sepse kjo mikrobiota jon intestinale që është një popullat totalisht më vete dhe unë mendoj që ne jetojmë te mikrobiota dhe jo mikrobiota tek ne, se nëse i referojmë raportit të qelizave tona me numrin e mikroorganizmave, ato janë më shumë. Kështu që ata janë pritësit tanë dhe jo ne të tyret. Megjithatë, këto mikroorganizma ushqejnë pikërisht me këto fibrat, të cilat i metabolizojnë dhe fillojnë prodhojnë postbiotikët, që janë shumë herë më të rëndësishëm nga gjithçka tjetër. Nëse zorra nuk ushqehet me këto fibrat që unë përmenda, që vijnë nga një supë, që vijnë nga një gjellë me perime, që vijnë nga një perime e zjerë apo e pjekur e diçka me radhë, por që vijnë vetëm nga ushqimet e ashpra, atëherë normalisht zorra nuk mundet, sepse do të jetë e mbingarkuar, do të funksionojë në stres, do të prodhojë më shumë gaz, dhe ne në fakt nuk na duhet më shumë gaz, por na duhet propionat, acetat, pra ato acidet yndyrore me zinxhir të shkurtër që zakonisht i quajmë. Prandaj thash jo gjitha fibrat janë miq tanë, duhet një ekuilibër ndërmjet të dyjave. Ne themi omega 3, omega 6, omega 9. Sa? Duhet raport ndërmjet omega 3 dhe omega 6. Nuk duhet të abuzuar, omega 3 gjithmonë duhet të jetë dominant. A beson të suplementet? Do me thënë, marrjes së tyre nga goja, qoftë me që përmend omega 3-shin ose probiotikët nga goja? Gjithçka kur duhet. Suplementet që nga vetfjala janë shtesa. Nuk zëvendësojnë një vakt ushqimor. Nuk zëvendësojnë absolutisht benefitet e një ushqimi në mënyrë kategorike jo. Ama mund të plotësoj kur ti ke nevojë, jo ta marrim se e pam reklam. Ose jo ta marrim se e kam përdorur unë, e kam përdorur se m'duhej. Kjo nuk do të thotë që edhe ti duhet ta përdorësh. Pra, nëse ne nuk e shohim vlerën e vitaminës D, nëse ne nuk vlerësojmë mineralet, nëse ne nuk vlerësojmë vërtet statusin ton intestinal, atëherë patjetër që ti s'ke pse e merr. Pasi ti kesh vlerësuar dhe të kesh kuptuar që vlerat janë në normë, atëherë mund ta suplementosh gjithmonë krahas ushqimit, sepse në fund të fundit gjithçka do të përfundojë përsëri tek zorra. Dhe kjo zorra ka dhe atë sistemi nervor enterik të pavarur, i cili funksionon jashtë sistemit ton nervor, ama ka shumë nevojë për këtë B12-ën, që vërtet është e tretshme në ujë dhe domosdoshmërisht është edhe kudo, po ta mendojmë si vitaminë, por jo gjithmonë trupi ka aftësi ta përthith dhe ta vendos në funksion. Dhe B12-a nuk është vetëm për energjinë, por është për për dy fishim të qelizave, pra shumë fishim qelizor, për ADN-n, për ATP-n e të tjera me radhë. Por nëse ti nuk e di në ç'vlera e ke, normalisht nuk e merr dot. Koenzima Q10 për shembull, sa pak flitet për të. Por për mua është më e rëndësishmja. Nikotin ribozoidi, sa i rëndësishëm është, për sa pak flitet për të. NAD plusin derivon e dinin vitamin, nuk e din fare funksionin, por sa i rëndësishëm është për organizmin ton. Kështu që gjithçka nëse është e nevojshme. Unë vetë i përdor terapit intravenoze me multivitamin. Do thuash ti pse po ti je dietolog, ti duhet hash mirë. Po unë jam në tymin e makinave, që jeton kushdo, jam në duanpirje pasive, jam edhe njeri që do festoj dhe me një gotë verë, po jam edhe një individ i cili stresohem dhe ushqyerja jo gjithmonë ma siguron mua të gjithën këtë, aq sa dyshime kam edhe për cilësinë e ushqimeve që konsumojmë. Se ne këtu po flasim për idealin, po nëse dikush dëgjon thotë po mimi ku ti gjej unë këto? Duhet të shpërngulemi gjithë në fshat. Duhet kemi gjithë nga një baçe, të mbjellim ato ushqimet tona, të rrisim kafshët. Përveç asaj duhet të dim edhe që toka nuk është më njësoj. Pra, ka ndryshuar gjithçka në gjenesë. Gjithmonë po më përpara pse s'kishim neve intolerancë glutenit. Po se ti ke 1000 ndryshime që janë bërë farës së grurit. Ti edhe vet një farë domate, e ta kesh trashëguar pas disa bret, ajo domethënë degeneron vetvetiu. Ti nuk mund të presësh të njëjtën cilësi. Pyrida, për ta përmbyllur këtë bisedën tonë kaq të këndshme, çfarë do të ishte një këshill ose një hap që do ja rekomandoje dikujt që vuan nga kjo gjendja inflamatore
le të themi mos të përmendim PCOS ose endometrioz, por inflamacionin. Inflamacioni nuk ka lidhje vetëm me këtë, kështu që. Patjetër, po edhe dikush që po na dëgjon se kjo bisedë nuk është vetëm për njerëz që kanë PCOS dhe endometrioz. Çfarë do i rekomandoje dikujt një hap të parë ta ndërmerrte për të qenë sa më i shëndetshëm në aspektin e të ushqyerit? Vetdia. Çfarë do të thotë vetdia? Mate nivelin e urisë. Merre në kontroll emocionet e tua, merre në kontroll veten tënde. Domethënë stopohu një moment duke futur veten stres, diet se jam shëndoshur, diet se do martohem, diet se për çfarë? Merre në kontroll veten do të thotë pse jam? Në momentin që ti nuk di pse je në atë gjendje, nuk e ndryshon dot. E di se u a them gjithmonë gocave, se zakonisht me gocat është kjo, se djemt o do t'i sjellin gratë, o do t'i ketë sjell doktori me do e mos. I them më fal, si kanë flokët unë tani? Jo shumë mirë, po ma thuajt më bëshqevin, i them, po nëse unë dal pasqyr, e kuptoj që unë flokët nuk i kam mirë dhe do t'i sistemoj. Po këtu ku jam, unë nuk e di. Dhe mund t'i lëviz kot duke i prish edhe më shumë. Të njëjtën gjë po bën ti me trupin tënd. Ty thjesht të kanë thënë je mbi peshë. Po ti nuk je ulur ndonjëherë ti thua vetes pse kam ardhur unë këtu? Çfarë gaboj unë në ushqimin tim? Çfarë gaboj unë në rutinën time? Çfarë gaboj unë në lidhje me veten time? Pra, rregulloni marrëdhëniet me veten. Në momentin që ti ke rregulluar marrëdhënien me veten, ti vedisohesh dhe dashuron mënyrën e re të jetuarit. Se nëse ti do marrësh një flet shkruar nga unë, do ta bësh ose sepse ke ardhur dhe të vjetzor, ose ama nuk ke vedisuar dhe kur ti të shkëputesh nga unë do t'i kthesh përsëri asaj jete e cila të solli të çojë deri aty. Vërtet, unë gjithmonë dhe në konsulta përpiqem se merrem goxha që ti ndërgjegjësoj se sa e rëndësishme është ushqyerja, edhe madje edhe kur i pyes për këtë pjesën e jashtëqitjes më shohin shumë çuditshëm, që unë dua ta di si informacion. Përpiqem shumë t'i edukoj, po nëse nuk janë të vetë ndërgjegjësuar që duhet të bëjnë ndryshim, që duhet të kuptojnë nga po u vjen problemi dhe nuk e zgjidh dot unë me magji në klinik, qoftë njollat kafe, qoftë shenjat e akneve, qoftë aknet aktive, ose edhe kur vim që pyesin për PCOS-ën dhe endometriozën, nuk na ndihmon dot askush saç mund të ndihmojmë ne veten duke u ndërgjegjësuar se si kujdesemi për trupin tonë dhe kujdesi i parë fillon edhe nga çfarë fusim brenda, pra çfarë ham edhe se si ushqemi për gjatë gjithë ditës, pa këto dieta drastike, pa këto trendet e Instagramit. Ky është problemi që është bërë trend, edhe është problemi tjetër më i madh është aksesi që po u jepet njerëzve të cilët kanë një status që tashmë quhet influencer, i cili nuk e di me çfarë përgjegjësie mund të dalë të flas për gjëra të cilat nuk i takojnë. Sikundër unë nuk mund të flas dot për modën, domethënë është e pamundur. Di, po është ky limiti që ose ai vetdia që ne kemi që ne i dim limitet tona. Okay. Kurse jo të gjithë i kuptojnë. Kjo është e vërtetë. Dhe ndonjëherë them, shumica e njerëzve nuk e din deri ku duhet të dinë. Edhe bëjnë sikur din gjithçka sepse nuk din deri ku duhet dinë. Unë e di që deri këtu duhet të di. Nuk është nevoja, mund ta marr informacionin. Pra unë nuk mund të trajtoj një problem dermatologjik. Unë mund të kuptoj që kjo vjen nga një cikël i çrregull, vjen nga një hormon, vjen nga një dietë, vjen nga unë se trajtoj dot. Deri këtu them kemi anta. Po, kjo është ajo që na diferencon ndoshta, që tregon profesionistin nga jo profesionisti. Ne na takon vetëm të edukojmë edhe të përpiqemi që të paktën ata që vinë te ne të bëjmë më të mirën për ta. Pastaj secili duhet bëj më të mirën për veten. Po, secili e di vetë se çfarë do bëj për veten e vet. Hyrida, unë të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Ishte vërtet kënaqësi e veçantë. Edhe kisha edhe këto emocionet se nga që s'ishim takuar më përpara, edhe nuk e dija se si do shkonte, po na shkoi shumë mirë. Sigurisht që po, shpresoj ta kenë shijuar dhe ata që na dëgjojnë. Edhe duke qenë që është janar, le të jetë ky një fillim i ri për të ndryshuar mënyrat për të menduarit për veten edhe për të dashurit të vetes, sepse gjithmonë e them, nëse ti nuk e dashuron veten tënde, nuk ke as si ta ndryshosh. Pra ti dashuroj ashtu siç je, ama përpiqu ta përmirësosh çdo ditë nga një gjë të vogël. Mos u vendos në stres të bëhen perfekcion. Perfekcion nuk jam asun që po flas as ti as kushdo. As askush më fal. Por çdo ditë ne bëjmë një gjë të re, një gjë të vogël. Mësojmë të marrim frymë, mësojmë të ham, mësojmë të bëjmë fix. Shumë faleminderit. Edhe ishte kënaqësi. Unë po e mbyll këtë episod me këto fjalët e bukura dhe të mençura që na tregoi Hyrida.
Shpresoj shumë që episodi të ketë qenë i vlefshëm për ju, siç e pat nuk ndam shumë dhe nuk vum emra tek pjata juaj, por duhet vërtet të merrnit këtë mesazh që ne ndam sot, të ndërgjegjësoheni sa më shumë dhe të dëgjoni trupin tuaj dhe ta ushqeni atë me më të mirën që ju mundeni. Bashk do të shihemi javën e ardhshme në episodin e fundit të Beyondonia me Antën për të folur mbi endometriozën. Mos harroni, bëni like dhe subscribe. Faleminderit!